Ndarja nga jeta e regjizorit, reagon vajza e Leka Bungos. Luftove me smundje në rënd dhe pas lajmit të ndarjes nga jeta të regjizorit Leka Bungo, ka reaguar vajza e tij Alba Bungo në një postim në rrjetet sociale. Vajza e regjizorit shkruan se Jati ndroi jetë pas një lufte të gjatë me një sëmundje të rëndë. Ndërsa më tej, Alba Bungo i dedikon disa fjalë të ndjera babait të saj, ku thekson se ndihet krenare për të. Sot më duhet të bëj gjën më të rëndë të jetës time, të të them ty mirupafshim përjetësisht. E kujt, ati që desha më shumë në dynja, ati që më mësoi çdo gjë, ati që më falte çdo gjë, ati që i besoja çdo gjë, i shtrenjti im, që jetove kaq bukur e me dinjitet. Kot nuk të thërisja mbret. Luftove me sëmundjen më të rëndë të shekullit dhe humbe, u prefsh në paqe dhe faleminderit që ishe baba im. Krenare gjithmonë pafundësisht për ty, mirënjohëse përullësisht për çdo gjë që më mësove dhe dhurove, ishe dhe do t'jesh dashuria më e madhe në dynja. Njerëzit e mdhenj jetojnë kështu siç jetove ti. E deshe dhe respektove jetën ashtu siç vetëm ti dije, lam të mirë, derisa të takohemi siç vetëm ne të dy dinim, sa të dua i voglim. U prefsh në paqe bashkë me ëngjëjt, ëngjëlli im, shkruan Alba Bungo në rrjetet sociale.